Dhe një parazim në sfidën e parë, sa I kënaqur jeni nga ndeshja? Po, një barazim, do shta më të them një rezultat pozitiv. Tani shansi është 50-50, sepse kemi dhe një ndeshje tjetër me Azerbajxhan e data 16. Sot jam kënaqur nga lojë, nuk jam shumë kënaqur nga rezultati, sepse do shta mund do fitojmë në ndeshje, sepse ishim shumë afër, do shënojmë edhe goli dut 3-4 herë, ishte rastit Nikaj, edhe tani në fundit ishte rastit Arsen Leshi. Domethënë mund do fitojmë në ndeshje, ishim skuadra më e mirë, por prap kjo është Europa, edhe tani çfarë neve mungojmë ndoshta vetëm pak kohë, sepse fizikisht ata ishte pak më mirë si neve, sepse ka një ritëm tjetër, por cilësi kemi. Domethënë në fundit gjitha është hapu, edhe neve kemi besim mund të kallojmë në rundi tjetër. Gjithsesi, duket një ekip premtues me nivelin e lojës, me rastet që krijuan edhe mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë patur nga tifozoria e cila padyshim që ishte në shifra të kënaqshme. Po, do fillojmë nga tifozat, po, ishte një atmosfera si gjithmonë këtu në Elbasani, shumë e bukur, edhe dua të falenderoj edhe për tifozat. Po, ti je drejt, kemi skuadra mirë, do shta kemi nevojë për pak kohë, por kemi skuadra mirë, pa tjetër. Kemi shumë cilësi brenda skuadrës, por edhe njerë, kemi nevojë për kohë, gjithë është e hapu edhe në Conference League edhe pastaj edhe në kampionati, sepse merkato është e hapu deri fundit gusht, do shta kemi nevojë për 3-4 pozicion, por deri tani për to shkurt koha ne jemi rregull dhe jam kënaqur me çunat. Tashmë për Bate Borisov e ke krijuar idenë se cilat janë pikat më të forta të tyre. Pikat më forta deri tani është fizik, ata është fizik shumë e fortë, jo vetëm sepse ka ritëm tjetër, sepse nëse jam drejt, është java 15 në Belorusi, por është skuadra fizikisht fort, skuadra fort në ajër edhe skuadra me eksperiencë në Europa. Kjo është do shta 3-4 pikat fort. Neve e di edhe pikat dobët, por mund të flasim një era tjetër. Notat maksimale, cilët I meritojnë sot nga futbollistët e Akademisë Futbollit të Elbasanit? Tani nuk I di çfarë të them për nota, sepse jam kënaqur sepse si skuadrë ishim mirë dhe luftoi deri në fundit. Tani për nota do shta më mirë do vendoset Juve. Faleminderit, sukses.